E nderuar zonja Erida Skëndaj, kryetare e Komitetit të Helsinkit të Shqipërisë, të nderuar antar të Komitetit të Helsinkit, jam i detyruar për arsye se sot në mënyrë tërësisht absurde mu pengua që këtë letër drejtuar kryetares së Komitetit të Helsinkit të Shqipërisë, zonjës Skëndaj, t'ja përcjellja me firmën time përmes shërbimeve të IEVP-s Jordan Misja pranë drejtuesve të Partisë Lirisë që prisnin për orë të tëra për jashta, meqense kjo u pamundësua, atëherë jam i detyruar që ta bëj publike për të gjithë. E nderuar zonja Erida Skëndaj, në radhë të parë ju falenderoj që pas 18 muajsh dërguat përfaqësuesin tuaj, zotin Zyliftar Bregu, të Komitetit të Helsinkit, të më vizitonte në qelin time këtu të IEVP Jordan Misja. Së dyti ju falenderoj se vetëm pas konstatimit nga ana e përfaqësuesit tuaj se në tualetin e kësaj qelie nuk kishte drita, menjëherë erdhën elektricistët dhe i vendosën, pasi këtë punë nuk i lejonin ta bënin që nga 23 tetori 2024, kur unë u bëra banor i EVP-s që mban një emër heroj si Jordan Misja. Sigurisht që kjo është një neglizhencë në thonjza e vogël, të cilën unë se kam ngritur kur publikisht, pasi këto sjellje ordinere s'ma bisin e shqetësojnë. Por as përfaqësuesi juaj nuk do ta besonte po ta thoja publikisht pa e parë me sytë e tij. Mistresullëqe të tilla ka dhe shumë të tjera që përfaqësuesi juaj mund t'u afrot juve, siç është edhe çpimi i bidonave plastik për 20 litrash për të më cënuar sadopak mua ushtrimet fizike në qeli, meqense këtu nuk ka palestër. Ajo që më shqetësoi më shumë nga takimi me përfaqësuesin tuaj ishte se përgjegjësi i policisë i kishte thënë se edhe unë bëj aerosje 2 herë në ditë si gjithë të tjerët. Unë i kërkova ballafaqim përfaqësuesit tuaj me këtë përgjegjës policie, emrin e të cilit ai nuk e dinte ose nuk ma tha. Po kështu jam i hapur në çdo kohë në praninë tuaj apo të përfaqësuesve të Komitetit të Helsinkit që të ballafaqohem me këtë përgjegjës policie që mashtron Komitetin e Helsinkit. Që nga dënimi im, pas komunikimit telefonik me gazetaren Aida Tonçilla, në fillim të korrikut 2025, përmes numrit të avokatit tim zotit Sakani, unë bëj vetëm një herë në ditë aerosje ndryshe nga 500 banorët e tjerë të IEVP-s Jordan Misja, dhe këtë e din dhe e shohin të gjithë këtu përveç këtij shefit të policisë. Po kështu duhet të dini se edhe sot e kësaj dite, edhe pse kam kërkuar zyrtarisht, edhe përmes avokatit tim, ende nuk na është dhënë vendimi zyrtar se përse jam dënuar unë nga Komisioni Disiplinor i IEVP-s Jordan Misja që në fillim të korrikut 2025. A nuk kam të drejtë edhe unë si çdo qytetar që të njihem me bazën ligjore dhe arsyet e këtij vendim dënimi? Po kështu, pse të mohohet e drejta edhe mua si çdo qytetar tjetër për t'u ankuar? Akoma më e rëndë është përgjigja për ju e drejtorit të përgjithshëm të burgjeve që vlerëson se çfarë duhet të them unë në media kur pyetem, apo se nuk duhet të flas për çështjen penale kundër meje, pasi kjo mund të shqetësojë prokurorët. Pra, të tjerët kanë të drejtë të shpërndajnë gënjeshtra media se Gjoja ka ndalë fakte të reja nga hetimi kundër Metës, se Gjoja Meta ka përdorur karta amerikane, ndërsa unë nuk pas kam të drejtë të them të gjithë shqiptarëve se jo karta amerikane dhe europiane, por kur s'kam patur mundësinë të përdor as kartë shqiptare. Në një vend demokratik, jo vetëm prokurorët kanë të drejtë të akuzojnë, apo edhe të abuzojnë për fat të keq, dhe kjo varet nga personaliteti i tyre, por edhe akuzuari ka të drejtë të mbrohet publikisht dhe të distancohet nga gënjeshtrat në adresë të tij. Nëse i pandehuri intimidon prokurorët apo dëshmitarët, të cilët në rastin tim nuk ekzistojnë,
askush nuk i ndalon prokurorët të ngrenë akuza të reja ndaj të pandehurit, përfshirë edhe rastin tim. Për më tepër që për shkak të funksioneve më të larta që ka mbajtur në Republikën e Shqipërisë, si president, kryetari i Kuvendit dhe kryeministër, por edhe si president i Partisë së Lirisë sot, kam detyrimin të jap llogari para qytetarëve shqiptar për çdo akuzë apo trillim kundër personit tim. Nuk mund të jetë cënim i jetimit, zonja kryetare, të kërkosh publikisht që të pyetet personi konkret shqiptaro-amerikan që prokurorët s'kan dashur ta bëjnë deri tani për 4 vite me radhë. Edhe vetë gjyqtarja, zonja Irena Gjoka, e konstatoi këtë mangësi të hetimit në dosje dhe ja la për detyrë gjykatës së themelit për ta zgjidhur në të ardhmen. Nuk është cënimi i hetimit, zonja kryetare, që të kërkohet që letër porosit drejtuar Shtetet Bashkuara të Amerikës për lobimet të bazohen mbi kontratën e ligjshme të LSI-s me GSI-sën të regjistruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Shqipëri, dhe që çdo gjë të bëhet transparente sipas kësaj kontrate, si e vetmja mënyrë për të verifikuar nëse ka shkelje të ligjeve amerikane apo shqiptare dhe cili apo cila palë apo person është përgjegjës për këto shkelje nëse janë të vërteta në SBA apo në Shqipëri. Keqpërdorimi i paraburgimit tim si mjet persekutimi politik dhe njerëzor nuk ka ngjashmëri as me Rusinë e Putinit, ku kundërshtarëve u është lejuar të intervistohen edhe nga mediat ndërkombëtare në burgjet më të largëta të Siberisë. Po kështu është një mashtrim që ju është bërë juve se gjoja jam lejuar të takohem me zotin Tedi Blushi. Që nga qershori 2025, asnjë takim shtesë nuk më është lejuar dhe pranuar me zotin Tedi Blushi. Madje ende vazhdon i bllokuar në mënyrë të paligjshme numri i tij i telefonit pavarësisht nga rekomandimi i avokatit të popullit. Zoti Blushi apo edhe zoti Petrit Vasili apo Edmond Panariti gjatë kësaj kohe kanë ardhur në vend të familjarëve të mi me kërkesën time, duke sakrifikuar takimet me familjarët e mi. Kjo është në kundërshtim me të gjitha të drejtat e mia njerëzore, por edhe politike, si kryetar i Partisë së Lirisë, të njohura këto nga konventa europiane për drejtat e njeriut, por edhe të rekomanduara nga vetë avokati i popullit zyrtarisht. Unë s'kam kërkuar të bëj mbledhje të Partisë së Lirisë këtu, siç lë të nënkuptuar përgjigja e ish drejtorit të përgjithshëm zotit Qose për ju, por të kem mundësinë që përveç 4 takimeve familjare, si çdo i paraburgosur tjetër në Republikën e Shqipërisë, të kem takime shtesë me deputetët e Partisë së Lirisë apo drejtues të caktuar të saj, siç ka ndodhur para zgjedhjeve të 11 majit 2025. Po kështu, ju keq informoheni kur ju thuhet se s'ka patur kërkesa nga ne për të dhënë intervista në media, kur janë me 10 kërkesat e gazetarëve të njohur për të më intervistuar. Disa prej tyre kanë marrë leje edhe nga SPAK-u, por janë bllokuar nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve që ju ka gënjur juve. Ne do t'u vëmë në dispozicion të gjitha kërkesat e gazetarëve dhe përgjigjet e SPAK-ut apo të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve. Unë, zonja kryetare, nuk kërkoj asnjë trajtim të privilegjuar, por të drejta të barabarta si gjithë të paraburgosurit e tjerë dhe po kështu garantimin e të drejtave të mia politike, ku kryesorja është heqja e pengesave të paligjshme të komunikimit telefonik me zotin Blushi, si sekretar i përgjithshëm dhe kryetar i grupit parlamentar të Partisë së Lirisë dhe drejtues të tjerë të kësaj force politike, lejimi i takimeve me deputetët, pasi siç ju keni konstatuar me të drejtë, ndalimi i këtyre takimeve ka qenë i paligjshëm dhe i parregullt nga drejtoria e burgjeve. Në pamundësi për të ardhur e për t'ju takuar në zyrën tuaj, unë ju mirpres në çdo kohë nëse ju e gjeni atë për të biseduar edhe çështje të tjera që kanë të bëjnë jo vetëm me standardet e paraburgimit, por edhe të vetë gardianëve dhe të punonjësve të burgjeve, që janë edhe më të vështira. Të mos harrojmë se nuk ka vetëm të paraburgosur, të cilët fatkeqësisht janë të shumë që kanë humbur jetën për arsye shëndetësore, apo që kanë vrarë veten, po për fat keq kemi patur edhe raste të gardianëve që kanë bërë vetvrasje. Edhe një herë, duke ju falenderuar
për dërgimin e përfaqësuesit tuaj të Komitetit të Helsinkit në qelin time dhe duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj në bërjen publike të kësaj letre, me qëllimin e vetëm që përmes transparencës të përgënjështroj të gjitha të pavërtetat që ju janë raportuar juve dhe Komitetit të Helsinkit nga autoritetet përgjithëse për shkeljen e të drejtave të mia, njerëzore dhe politike, të cilat mi garanton Kushtetuta e Republikës Shqipërisë dhe Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut, ju shpreh konsideratën më të lartë për ju dhe për Komitetin Shqiptar të Helsinkit.